Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Më thonë gjithmonë që Smirna i nga jugu, zonja Zotrinj, Arjan Leshi nga Lushnja. Është gjë që nuk do ta besonte asnjë njeri, nuk do ta besonte plako. Ë? Është gjë e bukur se ne kemi vërtet ca etimologji, janë disa gjëra për shkakun që janë thjesht të ndara me thik në Shqipëri, janë të bukura apo jo? Nga burredi. Gjithë ata që se di. Po nuk e di, nga Lushnja nuk marr asnjë njeri tjetër pa marr atë deputetin e PD-s, se ai është mekje. Po, atë legjendën. Arjan mirë se erdhe. Mirë gjeta. Po më fal, ti ke nerva për të bërë një seri përpara, për të bërë direkt një seri tjetër mbrapa? Unë bëra dhe një xhirim tjetër përpara se të bëja edhe seri përpara. Bravo. Isha edhe nëntor në punë. Është e kam me qef. Nuk e di se sa rezatohet në tek dëgjuesit dhe shikuesit, po unë kam vërtet me shumë qef. Rezatohet për sa kohë ti ke, mos gabim, 70 ca seri deri tash. Po, jemi. Patjetër që rezatohet. Nuk bëhet fjalë. Unë shpresoj që të ecë sa më mirë. Faleminderit Arjan. Bukur, është gjë e mirë të bëjmë pak e lidhje me fytyrën me serin, se këta shumica këtu nuk e din, pasi space-at, këto mbledhjet okulte që ne bëjmë në Twitter janë të paregjistruara, edhe janë pa shumica. Ne jemi njohur përmes space-eve që organizohen nga miku jon i përbashkët edhe i dërguar i Zotit në Tok Petro. Po plus edhe me isia nga mbrapa normalisht pa ta s'mund të ishte kjo. Patjetër. Tani që të pash edhe kush je, jepi. Mua Lolita më ka futur edhe në botën e Twitterit tash, kam gjetë vetes punë tjetër për të futur për space-at e botës shqiptaro-kosovare. Është gjë e bukur. Çfarë bën ti? Me çfarë merresh? Un kam mbaruar gjeodezin në Tiranë. Domethënë them gjeodezin sepse e di që ti je i fushës. Ti je ndërtim, mos e bëj. Me thënë atyre që s'janë të fushës, u them që ndërtim edhe thjesht punoj në botën e ndërtimit, kaq. Vetëm un kam mbaruar gjeodezin në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në Tiranë 2011-14 bachelor. Pastaj jam sjellë çik vërtet nëpër Tiranë, duke gjetë veten. Pastaj kam nis, domethënë karrierën tamam kështu si inxhinier, kam nis në 2017. Kam punuar në Tiranë, kam punuar në Malzi, kam punuar në Budva 2 vjet. Edhe prej pothuajse 4 vite pa 3 muaj, jam në Mbretërinë e Bashkuar. Sa bukur. Po pra, me gjeodezi, Mbretërinë e Bashkuar. Mbjellim gjeodezi, tash. Me çfarë bën specifikisht plako, se edhe ajo ka goxha drejtime. Unë deri tani kam punuar në dëgjoj, problemi këtu është se unë punoj në zbatime. Me thënë atë që bën ti si inxhinier civil në Shqipëri, në inxhinier ndërtimi në Shqipëri. Edhe këtu nuk e ndajnë gjeodetin nga geodeti këtu bën gjëra shumë specifike. Domethënë këtu kryesisht bën zbatime dhe pritshmëria e kontraktorëve, e punëdhënësve është që ti të bësh edhe anën, domethënë geometrike të gjës, edhe anën e kualitetit dhe të kontrollit cilësisë. Jo, kisha më shumë në cilat projekte, janë rrugë, ura, kanale apo godina. Projekti i parë ka qenë një grup gradacelash në Vauxhall. Projekti i dytë ka qenë një pjesë, domethënë është një pjesë e një centrali bërthamor. Bënim disa prefabrikime për një central bërthamor. Pastaj kam shkuar në HS2, nëse ke dëgjuar ose ja nuk e di nëse ke dëgjuar, është projekti i qeverisë angleze për gjeneratën e re të trenave të shpejtësisë lartë. Po, ai projekti, ai i famshëm. I famshëm që ju rritosja 10 fish. Ai një dhe aeroporti Berlinit 2 kanë për të ngelur në historinë e inxhinierisë europiane për një kohë shumë gjatë. Nga aty pastaj jam shkëputur prapë, kam ardhur në një central bërthamor. Domethënë aktualisht jam në një objekt që ka
mund të them pa frikë është sa ta objekti më i madh në Europë. Do të thënë ka një vetëm Vinça e një 50 e ca. Po. Gjithë ajo. Është po, central bërthamori nga dy njësi të ndryshme dhe bëjmë ne domethënë kontraktori për cilin unë punoj i bën betonet kryesisht. Normalisht edhe me elemente shtesë, po që nuk besoj që njerëzve intereson. Si të ecën puna, si të duket puna deri tani? Si është ambienti? Jo, është mirë. Histori dhe me këtë, po. Është po për histori jemi këtu ti. Është mirë, domethënë, është mirë. Unë teknikisht jam freelancer. Pse se vit çdo ditë në jetën tënd, po që unë jam freelancer dhe kjo, domethënë, si mund ta shpjegoj. Dike që ka besim në vetvete është shenjë mirë sepse punëdhënësi është gjithkohës në tensionin se ti mund të mërzitesh edhe mund të largohesh. Ashtu siç, më thënë, kjo shkon në të dy krahat, domethënë edhe punëdhënësi mund në një moment mund të thotë di si është puna ti mos hajde nesër se nuk na duhesh, po që të thash për dikë që ka një farë vetbesimi është avantazh, nuk është dezavantazh. E di sepse un kolegun tim e kam në freelancer, kështu punëtor pavarur domethënë për ata që nuk e dinë se çfarë është freelancer edhe shefi im gjithkohës është që të duhet ai, duhet ai, kjo normalisht më duhet ai se habu kum kot. Kjo është, domethënë këtu është metodë. Është metodë të punojë të freelance sepse ka të bëjë pak me taksat, ka të bëjë tash me këtë pavarësinë dhe këtë një lloj kështu autonomie që ke si inxhinier për shkak se nëse je employed, nëse je punësuar, ka një sër gjëra që ti mirë e keq aty te ajo kompani do sillesh. Kur je freelance, ke një farë pavarësie dhe të thash punëdhënësit kanë përpiqen të trajtojnë pak më mirë. E kuptoj. Si është tregu i punës aty se un kam mua më bëjnë një lobbying të rëndshëm, domethënë personalisht edhe nga shoqëria që të vinë në UK. Është booming, është i pabesueshëm. Ka nevojë të jashtëzakonshme, ka mbështetje shumë të madhe. Nuk e din që se ke dini për ata që janë si punëtor në fillim për çfarë shifrash vjetore bëhet fjalë. Po, civil engineer po thua ti. Nëse flasim për të punësuar, unë bëj menaxhim projekti, domethënë. Kurse shumë amëndë ti do kesh dikë që kontrollon punën tënde, unë jam atë fix. Unë jam mes investitorit dhe atyre që bëjnë punë. Okay. Domethënë ti punon për investitorin, për klientin. Okej, ti domethënë futesh tek supervizimi. Drejtim projekti quhet kjo në gjermanisht, nuk e di. Project management, pra nëse është project management është një gjë, nëse është surveillance është një gjë tjetër. Po që unë bëj të dyja ato. Po nëse flasim për project manager, në varësi të projektit kam përshtypjen është 60.000 pound plus paket. Paket që do të thotë ku diun, varet pastaj si e negocion, por që mund të jetë ku diun një makinë që tu t'japin, mund të jetë ku diun strehim nëse negocion varet, pastaj varet se sa negocion edhe në çfarë kushtesh është kompania. Një kuptoj. Po që interesant. S'pas ka shumë ndryshim të madh në fakt kur është. Domethënë për çfarë shikojmë tregun më ngjan sigurisht më mirë në UK. Domethënë vllai im punon atje në Bela, në Gjermani. E shikoj më të fortë tregun këtu. Domethënë pa syri i punëmarrësit. Një kuptoj. Jo, unë thjesht kështu me një për llogaritje duke e pasur në mendje, domethënë që edhe këto shpenzimet kosta e jetesës në UK, po flasim për qytetet e mëdha, se normalisht jam i sigurt që punët më të mira janë gjithmonë qytetet e mëdha. Është në disproporcion me qytetet e mëdha në Gjermani shumë herë më i lartë, kështu që e kupton, këtu mesatarja për momentin është 56-57 euro në vit për shembull. Po, pastaj varet edhe taksimi që besoj është i ngjashëm. Është minimalisht i papërfillshëm më pak. Po që po më për atë shifër ti duhet taksohesh mos gaboj unë diku midis 30-35%. Unë i maldom. Afërsisht diçka.
Jo, të punuarit freelance pastaj vjen edhe me këtë tjetrën, që sepse ti teknikisht konsiderohesh kompania dhe nuk paguan kaq shumë, domethënë paguash maksimumi 20-25%. Edhe kështu. Ato i vëre, pas takosh i vëre goxha ato. A ke qenë dhe ti plako siç kam qenë unë në fillim jashtëzakonisht shumë ignorant rreth taksave dhe si funksionojnë takset dhe si mund të merresh me taksat? E vërtet është. E vërtet është. Unë jam akoma relativisht, domethënë, relativisht i painformuar për taksat, po që nga nevoja normalisht njeriu mëson, sepse në përfjekur të paguajnë sa më pak. Normalisht mësojmë, pyesim, shikojmë ligjin her pas here, domethënë, po që është e vërtet, kam marrë me zero dije për taksat këtu në këtë vend. Kjo nuk është as problemi jonë se shqiptar, se ne normalisht atje, domethënë vetëm i shikojnë lekët kur të vinë, atje është sistemi shumë i çuditshëm se ata i negociojnë pagën neto gjithmonë në Shqipëri, po edhe shumica e gjermanëve, domethënë të paktën ata që nuk janë nga familje të me mirëqenie, për shembull, nuk kanë iden fare, në shumica nuk ka një kështu ato finance advisor, domethënë shumica nuk e kanë. E vërtet është problem mbar botror ky, nuk është gjemi ne si shqiptar të parë ose të fundit. Domethënë edukim financiar nëpër shkolla ka pak ose as pak, është në fakt për të ardhur keq. Leona, më dëgjon? Po, të dëgjoj, thjesht po mendoj. Jo, e di pse, sepse figura jote këtu ke unë ka ngrirë, nuk e di pse. Unë të shikoj vetëm si foto. S'ka problem. Regjistrimi i bëhet independent, gjithsesi. Ti progresin e uploadit e shikon në krahun e djathtë. Nëse në telefon base nuk e shikon, po që nuk ka, se ja, në rregull. Edhe kështu, domethënë jo, po thoya që në shkolla është problem kjo, sepse domethënë ka shumë cilësi ose shumë gjëra që nuk mësohen. Unë në shkollë, deri në shkollë të mesme, nuk kam bërë ekonomi fare, zero orë. Le pastaj të flasim për taksat ose për life skills, më kupton? Është vakum shumë i madh kjo. Po në detyrën që kam unë tash për shembull në punë, nuk e di se sa të prek kjo lloj në mënyrë direkte, por në detyrën që unë kam tani, kjo pjesa që ne nuk kemi bërë ekonomi dhe nuk e kemi bërë shumë financa ose budget management, domethënë, ka dëmtuar edhe shumë, jo në shkollë, po edhe tani që jemi futur në punë, domethënë, ishte një lloj, unë nuk po them që është e vështirë të llogarisësh gjëra, por ishte ajo pjesa e eksperiencës, kishte një mungesë pragmatizmi e kam vënë unë në fillimet e mia, domethënë që ndonjëherë nuk bëni gjëra të sens, sepse nuk e kishe bërë përpara, ose nuk e bërë me diçka tjetër, ose nuk e dije që do ishte detyra jote, dije gjithkohës që ka një këmbë tavolina për çdo cep, por në fakt ti e di shumë mirë që zakonisht inxhinierët janë si ato tavolina që kanë një këmbë kështu pastaj hapet poshtë. Kështu që jo, me thënë me buxhetimin e kjo nuk jam marrë, sepse roli nuk ma don, roli më don vetëm anën teknike, gjeometri kryesisht edhe këto, hekurin e këto, po që po në rastin kur merresh me menaxhim me projekt, patjetër që ajo është aja, kam përshtypjen e prori jot, më së pari kërkon atë, pastaj flet për anët e tjera. Po, ajo ana tjetër është granti, domethënë, unë ka punuar në fillim si student, ata kështu shprehin gjermanistë të hedhin në ujë të ftohtë, domethënë, për pjesën teknike që të provojnë që e ke iden apo jo dhe aty e shohin edhe pastaj të japin kontratën e tjerë. Po tani aja çdo lloj gjëje, domethënë, pyetja e parë si nga investitori, domethënë si nga shef vjesh që sa kushton kjo gjë? What the fuck, dale, se nuk kemi fallxhore. Nëse dëgjoj nga perspektiva jote edhe imja si inxhinier, jam shumë dakord që ne interesohemi më shumë për anën teknike dhe cilësore të gjës, po që bota sillet rreth paras për fat të keq. Po mimi ishte shikoj, edhe të gjesh të mesmen e artë dhe zgjidhjeve problemeve në mënyrë eficiente për shembull është për me inxhinierisë sa inxhinieria vetë, kështu që Fal, shkollën ti e ke bërë në Tiranë apo në Gjermani? Unë e kam bërë këtu, unë kam ikur 18 vjeç nga Shqipëria. Unë kam ikur shpejt atje dhe shiko, atje kushtet e mësimit me sa di unë janë shumë brutale, por duke parë nivelin e studentave që vinë këtu ose që inxhinierëve nga atje që vinë dhe punojnë këtu,
deri tani është shumë mirë, janë të kapshëm, Ja, base vërtet është dhe është. fakti që janë të etur Është edhe vërtet. duan të kapin diçka, por që E para, emrin e kanë të mirë për momentin. kurrikula tona, pavarësisht se janë të vjetra, kanë shumë informacion, domethënë për dikën që i merr seriozisht kurrikulat, të paktën domethënë në fakultetin tonë, ku përket ti edhe unë, është interesant, janë goxha të vjetra, domethënë nuk kanë kështu teknologji, nuk kanë fjalën e 20-30 viteve të fundit, po që kanë vërtet shumë informacion si tekste dhe shërbejnë si bazë shumë e mirë. Pastaj është edhe kjo tjetra që thua ti, domethënë kur shkon si emigrant, e pyet veten shumë mirë përpara se të shkosh edhe, domethënë niveli jon i përqendrimit edhe i vendosmërisë është tjetër në krahasim me gjermanët në vendin tënd ose me anglezët në vendin tim, sepse ne nuk i marrim for granted, domethënë këto, domethënë ardhin atë dhe të pasurit një punë normale që mund të jetë për një gjerman. Për ne është ëndër. Po si gjë kështu me dy presa është kjo. Me dy presa është prapë për shembull sepse nuk e di fikse si është në freelancer, se unë e kam në plan, unë jam i punësuar për momentin, po që në tregun e punës është fillimi është shumë i vështirë sepse kanë shumë të vështirë të besojnë. Është patjetër. Duhet të luftosh, të me thonjë për çdo lloj fjale, për çdo lloj centimetri, për çdo lloj centi që të marrësh rroga apo diçka tjetër. Po pastaj sa kalon ai fillimi i vështirë, për shembull, ata bindën që ka një farë reputacione. Unë si punon ky, nuk kam parë ndonjëri të punoj, kam 3 hanca, 2 oto, ku dëgjon çfarë mund të kenë aty dhe ata vetë ora 4 mbyllin, ku të filani e mbyll punën të paktën. E çon për diçka të jep zgjidhje dhe nuk thotë se është puna ime etj. Kjo gjë është i pëlqen shumë, të paktën këtu, të paktën ata që janë biznesmen të mirë dhe që duan mbarvajtjen, për shembull, këtë gjë e vlerësojnë. E vërtet është. Po pra, ky drive jon është, të thash, është tjetër. Domethënë është karakteristik e emigrantëve në përgjithësi, kam përshtypjen. Janë më të etur dhe janë më të prirur dhe kanë dëshirë më të madhe. Mendoj se ne si shqiptarë e kemi një çik më të fortë ne si shqiptarë. Jemi njerëz me shumë ambicie. Kemi vërtet, kemi një lloj nati goxha kështu. Edhe me atë pajtohem pak a shumë. Po si ka qenë plako kur ai rrugëtimi në fillim ato hapat e para domethënë kur ka ardhur. Si domethënë aplikove normalisht. Ja, është interesant shumë, domethënë. Unë kam pasur punë domethënë që ka qenë unë vdes për këtë histori. Relativisht e mirë. Po nuk e di se sa, dëgjoj, ne këtë mund të kënaqemi me këtë seri, por që ne jam shumë i bindur që domethënë dëgjuesve të zakonshëm nuk do i interesoj shumë, domethënë se po flasim për gjëra shumë teknike. Aty je fiks gabim sepse një pjesë, le të themi gjysma janë me profil teknik edhe pothuajse gjysma janë edhe që jetojnë jashtë Shqipërisë. Në të njëjta situata ose të situata të afërta si ne të dy. E kuptoj. Ndoshta jepi, skena për ty. Unë kam pas një punë që ka qenë relativisht e mirë në Budva punoja. Edhe më thënë, shefi me cilin kisha të bëjë, më thënë, çfarë bënim ne, bënim një kompleks banesash, një 5 objekte banimi, goxha të larta, 3 metra kate, 5 metra kate, mos gaboj. Edhe unë isha geodeti i objektit. Do të thënë, sefte, i sapo filluar 25 vjeç, 24, 25 vjeç. Edhe shkonte mirë, do të thënë, edhe shefi që kisha ishte praktikisht pronari i kompanisë dhe që gëzoja akoma respekt madh për ta. Por vinte momenti her pas here, do të thënë që ajo ku mund kishte streset e veta ose gjërat e veta dhe duke qenë se në Shqipëri, do të thënë tregu jo nuk është akoma i standardizuar, si më thënë, nuk është që kishte administrat për të bërë, ku diun, dikush merret me burimet njerëzore, dikush merret me këtë, hynte në stres tipi, me drejtën e vet normalisht. Edhe në momente të caktuara, do të thënë, dita jote në punë varej nga humori i X-it ose Y-it. Edhe në një moment që u bë pak a shumë e qartë, mendova që kjo nuk është zgjidhje, domethënë, nuk është zgjidhje që un kam 30 vjet karrierë përpara dhe do ikin punë me frikën se a është ky një qef sot apo jo, më kupton? Edhe thash do largohem. Sa vjeç je ti Arian, më fal që të un jam 30 në fund të këtij muaji. Po.
Edhe mendova që kjo nuk është zgjidhje, kjo nuk është normale, domethënë. Edhe aty projektova edhe largimin tim, nga fillimi i 2019-s. Projektova largimin bësh fjalë ose Gjermani ose Angli dhe me partneren vendosëm Anglinë për shkak të kërcisë gjuhësh, për shkak të tregut më të mirë, që pak a shumë e kisha idenë se ç'a. Edhe Po si ishte procesi? procesi ishte ama, dhe shqiptare shoku. Është, domethënë, partnerja vi studenti, paguam ca tarifa, ca gjëra, unë bashkë me të pastaj si partner, unë kisha drejt në punës pastaj dhe nga atëherë kemi shtyrë, domethënë mbaronte një shkollë ajo, futu bën një shkollë tjetër, paguaj ca tjera, edhe është një proces ekstremisht shtrenjtë, Bleon, më beso. Të besoj shumë mirë vllai, sepse nuk je i vetmi person që e ke bërë këtë gjë, kështu që e Është kupton. ekstremisht shtrenjtë edhe domethënë unë shikoj domethënë këta të tjerët, domethënë polakët ose rumunët ose lituanezët që janë në BE, domethënë që janë vende ish komuniste si puna jo. Edhe i kam zilin për faktin domethënë që deri para se tani edhe Anglia ka ndryshuar, po deri përpara 2 vitesh, 1 viti vinin këtu me pasaport, me një bilet avioni, edhe vini merrnin atë 5 vjeçaren, atë lejen e qëndrimit 5 vjeçare. Edhe domethënë nga kjo anë më vinte goxha keq që kam pasur fatin e mirë dhe të keq të Arian, shiko, domethënë e thënë gjithë të tjera anekdota që mund të tregojmë se Gjermania ka ndryshuar, por në këtë rast për mirë, por kur kemi ardhur ne ose le mua, po ka ardhur miku im, domethënë përpara edhe me viza që nga Shqipëria, me letra, me të gjithat, ore çdo gjë on point, me lekët në bankë, me taksa, me dreqe shejtan, kur shtynin vizën atëherë, plako, merrin një karige nga ato që hapen në mbyllën, një kane kafe, dhe zinin vëndin përpara zyrave të huajve në orën 2 të natës, ajo hapej në 8:30 të mëngjesit. Në ambasadat e Shqipërisë. Unë kam bërë njëjtën gjë në zyret të huajve në Berlin, që ishin studenta me letra, e kupton. Edhe unë kam bërë njëjtën gjë, po kur kam vajtur unë ishte shkurtuar, nuk duhet vija më në orën 2, unë kam vajtur në orën 4:30. Të mëngjesit që ajo të hapej. Është për ta keq, sinqerisht, domethënë sepse tash për ty pak edhe nga ana kështu, aty ku na vëm më shumë, jemi një vend që domethënë kemi bërë tranzicionin në mënyrë diskutueshme, ha diskutime dhe ajo, po themi në 90-ën e mbrapa jemi zyrtarisht vend demokratik. Dhe dreqit e haj, domethënë është del një Kroaci që bën një luftë, ku diun mos gaboj 92 ose 93. Bën një luftë, edhe pastaj janë nis rrugës për në BE dhe e bën përpara nesh. Del një, ku diun, Rumani që ose domethënë ne kemi qenë që kemi nisur procesin e integrimit, ne kemi qenë mos gaboj ndër të parët. Edhe sot ne diskutojmë, domethënë ne kemi përpara të Serbinë, sot Serbia që deri në 98-99 luftë, bombardohet, bën akoma muhabet me Kosovën dhe sot ata kanë kapituj të hapur, mos gaboj, akoma hapin kapituj për domethënë e negociojnë hyrjen në BE. Dhe janë praktikisht përpara nesh. Proces është për të vënë durat në kokë, është fat shumë i rëndë. Edhe për ta ardhur keq domethënë për njerëzit si puna jote dhe puna ime dhe si çka shumë të tjerë që heqin një mjenjë të zeza dhe trajtohen si njerëz që vijnë nga vende të botës së tretë. Është sinqerisht shumë e dhimbshme. Ta shikosh shu vet live. Është vërtet, shiko, po s'është vetëm kjo, e di që Gjermania edhe për shkak të historisë, domethënë dhe minoritetet ose pakicës së madhe të turqëve që ka, për shembull, Turqia nga që po mund të ketë 1001 të zeza plak, po e kërcyesh i ka dalë zot atyre jashtë ose të paktën këtu në Gjermani, unë nuk e dua ta di fare në vende të tjera këto. Këtë që unë kam parë me sytë e mi i ka dalë për zot, domethënë, dhe ata kanë dhe viza ekstra, ata kanë në vizat që mund të marrësh, për shembull, është ndarë nëse je shtetar turk. Kur bën taksas ke gjëra të tjera kur je shtetar turk. Janë më të suportuar. Janë më të suportuar. Ne jemi vdeksira, ne jemi kështu. Është për ta keq. Po që të kalojmë që të futemi te kjo temë, unë do ta nis me pyetjen, mirë, valla, ton
gjithë këto halle, moj korbe. Si të del koha për shembull që merresh me space që futesh se tani merresh me malin për shembull, futesh vazhdish. Jo, domethënë ka pas një kohë që nuk kam qenë pothuajse fare, përfshirë ka pak, domethënë mos gaboj nga marsi këtej kur kam kaluar në tip seksioni tjetër në punë, sepse kam qenë full busy. Po tani ka ndryshuar pak, domethënë tani jam më shumë në një pozicion pak më laid back, që i thon. Domethënë mund të marr telefonata dhe mund të marr kërkesa gjatë turnit, por që punën më të madhe kryej në 1-2 orët e para, domethënë kur vi në orën 7, mbas dite. Domethënë 2 orë merrem, më organizoj dhe bëj çka kam për të bërë, dhe tani domethënë edhe ata ecin edhe, domethënë vazhdojnë me productivity-n, se s'po vjen fjala, më shumë turp që ne hesëm vjen fjala të shqip. Vazhdojnë domethënë me instalimin edhe me progresin e punës, dhe në rastet që kanë diçka për të më thënë ose për të kërkuar, ma kërkoj. Edhe vetë shkoj her pas here, çdo 1-2 orë, domethënë shkoj. Edhe kështu pjesën tjetër të kohës, ja kemi gjetur vetes punën tjetër. Herë merr malin, herë shikoj si gjë shumë herë pozitive, domethënë, pavarësisht çdo gjë tjetër, domethënë, mua më duket sinqerisht një nga gjërat më të shëndetshme, edhe besoj se domethënë ne kemi, shiko, disa gjëra edhe ecin, ne kemi qejf të flasim, ne kemi qejf të shprehemi, kemi qejf të bëjmë debat të fortë, ke parasysh, kemi qejf të vendosim fjalën tonë, edhe është goxha e shëndetshme, domethënë që më në fund kemi një lloj hapësire të tillë, më në fund kemi njerëzit që kanë dëshirën e mirë që t'i organizojnë ato, domethënë pa asnjë lloj përfitimi etj. Po, vërtet është. Kështu që unë nuk e kam ditur që ato ekzistonin, më ka ftuar Petro për shkak të një monologu që kisha bërë, ose më saktë kishte parë, po mbasi asaj më ftoi me një nga ato space-a, dhe që atëherë domethënë unë kam qenë pjesë atyre sa herë që më jepet mundësia. Është interesant, domethënë jemi shumica e atyre që përfshihen, shumica. Ndoshta fuskot ku them shumica, po minimalisht një 50% jemi kështu emigrant që përfshihemi aty. Është edhe një lloj nevoje, kjo është për të krijuar edhe një lloj kështu komuniteti virtual, si më thënë. A mos është një lloj trashëgimie, domethënë, që siç ka ngelur ajo klisheja që nuk e di sa e vërtetë është, gjithmonë domethënë diaspora, këto rilinda, si te ke parasysh gjithmonë ishin nga Turqia, nga Italia, nga hiç semës ku diu, nga ishin ata e kupton, nga gjitha cepat e mundshëm. A mos është dhe kjo një lloj sindrome, domethënë që ne kemi këtë self-fulfilling si manifestoja e amerikanëve? Shiko, domethënë ne e kemi, ne nuk është për shembull, është tjetër gjë, ky diskutim nuk bëhet me dikë për shembull që mund të ketë lindur jashtë, ose që i ka prindër shqiptar mund të ketë lindur jashtë, ose që i ka shkuar, po them ku diun, më pak se 10 vjeç, po themi. Në momentin kur e ke krijuar një lloj personaliteti, domethënë kjo është pjesë e identitetit tonë, domethënë të qenit shqiptar dhe të qenit i përfshirë në aktualitetin e Tiranës është pjesë e jona dhe nuk e heqim dot. Domethënë dhe këto komunitetet virtuale që formojmë kanë përshtypjen se këtë të shfryn tek neve dhe këtë nevojë plotësojnë tek ne. Domethënë në vend që domethënë në mungesë të, ku diun, ku ti, domethënë ose unë që mund të mos kemi të ngjashmit ton rreth e qark, mund të mos kemi shumë shqiptar që janë si ne, e formojmë këtë komunitet kështu online. Kështu. Jemi lonely. Jemi të vetmuar, domethënë, jemi shpirta të vetmuar. Në një lloj forme, po. Jo, unë e them me plot kohë, domethënë, për shumë gjëra unë miqësinë që kam krijuar, domethënë, me një mund të madh rreth vetes time, që për fat të mirë, domethënë, ka arritur një stad që unë jam tetë i kënaqur. Po nuk e di, mua s'më mbyllet goja, unë kam nevojë të flas shumë, kam nevojë të dëgjoj shumë, edhe të njoh karaktere të tjera. Ka një çik nevojë robi edhe për debat, për socializim, për plasje idesh.
E ke parasysh jo domosdoshmërisht me të ngjashme shpeshherë domethënë për spesa, nuk e di nëse ke qenë ti, po ka pasur disa herë për shembull që është çdo gjë tjetër përveç të ngjashëm. Po edhe kjo është një nevojë, Po pikërisht këtë isha duke thënë që është një nevojë që ne e plotësojmë kështu online tek ne. Tek Twitter-et e Petros. Cilat temat Petros të kanë ngelur në mendje, ose jo të kanë ngelur në mendje, po cilat ke më për zemër ti? Më për zemër aktualitetin, patjetër, aktualitetin domethënë. Po ka një lloj problemi se domethënë aty mblidhen të gjithë 90% janë kështu shpirtra opozitar, edhe kur gjithë bien dakord me njëri tjetrin është pak problem, domethënë për të nxjerrë ide ose për ta rrah një ide të caktuar, sepse duhet të kesh edhe dikë që mendon që ku diun, nëse të gjithë mendojnë që ku diun Rama është duke bërë një gjë keq, e mirë është të kesh edhe një ose dy veta që mendojnë që po bën mirë për të rrahur argumentet dhe për t'i nxjerrë sipërfaqe më mirë. Edhe kjo mungon pak a shumë tek Lolita, se Lolita është profilizuar si faqe opozitare. Që pa diskutim ka kontributin e vet, kjo nuk është e metë e tyre, po që e sjell këtë mungesën e debatit të pasur, fatkeq, sepse jemi pak a shumë gjithë në një mendje aty. Dhe gjithë secili japim argumentat që mund t'i ketë përsëritur tjetri ose tjetrin. Dhe kjo aktualiteti është një se dolan tangente, siç të paralajmëroj. E dëgjove Petro, na sill sufllaqe xhin Petro që të bëjmë debat. Ajo, tek religionet kam, domethënë, më pëlqen të kemi input. Tek të drejtat e grave në përgjithësi dhe feminizmi që janë thik me dy presa, që nëse do mund ta elaborojmë edhe atë. Mundemi ta elaborojmë atë. Thjesht unë nuk jam i bindur me faktin që drejtat e grave dhe feminizmi është e njëjta gjë. Nuk janë, jo, patjetër që nuk janë e njëjta gjë. Domethënë prandaj them që është thik me dy presa, sepse Farë se mos ishe komunist për ne. Ja. Janë dy gjëra të ndryshme, domethënë nga një anë kemi shtypje të grave, domethënë siç ne shikojmë që vriten bëhen për fat të keq, domethënë është shumë e dhimbshme. Unë mendoj që brezi i nënave tona dhe edhe gjyshëve tona me siguri, por që nuk e njoh aq mirë, janë heroina të gjitha, sinqerisht, sepse nuk është kanë bërë gjithçka, domethënë brenda shtëpisë, edhe kanë punuar ato që kanë mundur, edhe nuk kanë marrë asnjëherë mirënjohje të mirëfillt, sepse është gjithmonë që ose ke për detyrë. Edhe kjo vret goxha, domethënë edhe ky maskilizmi i tepruar është akoma shumë prezent. Domethënë mund të mos jetë prezent në bllok, po është prezent ose brenda Unazës, por në Shqipërinë e madhe dhe të gjerë që përbën shumicë e banorëve. Çfarë konsideron me maskilizëm ti? Maskilizëm në sensin, domethënë, kjo shoqërohet me ignorancë, kjo nuk është për shembull që meshkujt shqiptar mendojnë që edhe kanë një lloj bindje që janë më mirë ose thjesht për fat të keq janë, domethënë, ky lloj maskilizmi ose ky lloj si të them, e drejta që ata japin vetes për qenë mbi gratë, domethënë kur them mbi gratë për t'i urdhëruar, për t'i rrahur, për t'i mbajtur në shtëpi, për ku diun. Vjen për shkak të dua të kundërshtoj me një pikë të vogël. Me një pikë të vogël se unë jam pak detajist kështu. Nga ana e lingvistike, domethënë maskilizmi është njëjta gjë si feminizmi. Thjesht meshkuj në vetë femra, e kupton? Po konotacioni që ka marrë me këto 15-20 vjetet e fundit është që feminizmi është pozitiv, kurse maskilizmi është negativ. Për Bleon Hasani janë të dyja negative. Unë besoj në mundësimin e mundësive të barabarta pa dallim feje, ngjyre etj, po të mundësive ama. Edhe në qoftë se ne flasim për barazi, flasim për qenie, dhe qenia është humane dhe lëvizja do të quhej humaniste. Jam shumë dakord. Jam plotësisht dakord. Mo Petro më ka paralajmëruar madje që feminizmi ti dhe Bleoni për thënë që keni para shumë të njëjta pikpamje. Dhe po më rreziton e vërtet. Po jam shumë dakord. Domethënë vjen me një lloj konotacioni negativ për shkak të kaluarës, për shkak se
Domethënë gratë të drejtat e tyre kanë fituar të plota, e kanë fituar ku diun. Domethënë drejtën e votës mos gaboj kanë fituar ose pak mbrapa luftës së dytë botërore, qofsha i gabuar. Edhe thënë këtë, kur themi maskulizëm, gjithmonë konceptojmë me thënë predominancën e burrit mbi gratë. Po nëse domethënë ky nuk do të ndalem më shumë ke termi, më shumë tek termi më shumë se sa tek fenomeni që ndodh në shoqërinë tonë. Do thënë e ke pasur shpesh vritën gratë për shkakun në Shqipëri. Është prandaj e përmenda jo, unë më fal se unë do të tingëlloja sikur jam unë më i zgjuar se ti thjesht e përmenda termin për të vetmin, fakt sepse për mua ka shumë rëndësi kjo gjëja sepse ajo që ndodh në Shqipëri nuk është as maskilizëm, as të qenit mashkull, sepse të vrasësh gra nuk është të qenit mashkull, është të qenit kafsh, të qenit ignorant, të qenit i pashkolluar, të qenit i pafrenuar, të qenit i pakontrollueshëm, e kupton, është një lloj kulture që i është dhënë ose më saktë që nuk i është dhënë as në shkolla, as në familje, një diçka që i mungon, që i kalon, që i çon ata lloj njerëzish në një sens primal, si njëri shpellë. Fiks, është fiks kjo. Domethënë tek truri primitiv. Edhe për fatin unë shikoj akoma që ushqehet. Domethënë tek njerëzit më pak të shkolluar, unë shikoj që ushqehet. Edhe është më vërtet për të ardhur keq. Kjo është nga njëra anë, domethënë shtypja e grave, nga ana tjetër, për të kaluar te tjetra, feminizmi në vetvete nuk është problem, domethënë të thuash që kërkoj të drejta grash, çfarë unë shikoj si problem, që në Shqipëri mund të ngjaj kështu si e botës parë, sepse nuk është ai halli kryesor, halli domethënë vetë që theksi duhet vënë tek të drejtat e tyre. Por çfarë shikoj, domethënë shtyrja e feminizmit, sepse edhe feminizmi është dek, shtyrja e feminizmit në ekstreme, domethënë për të detyruar për të vënë kuota, për shembull, kuotat janë një gjë që mua më shkatrojnë nervat. Domethënë është diskriminim i plot. Kur vë kuota për deputet fjala vjen. Faleminderit. Është diskriminim i plot për shkak se domethënë ty nuk ka pse të çoj gjinia aty. Domethënë për sa kohë ke të drejtë kandidosh ose për sa kohë ke drejt futesh në një garë, aty mbaron detyra jote për të kërkuar të drejta, më kupton? Aty e morë të drejtën, tash nuk mund të kërkojmë barazi në output. Domethënë mund të kërkojmë barazi në mundësi, po jo nuk mund të kërkojmë barazi në rezultat. Është komplet absurde. Domethënë sepse nëse kërkojmë barazi në rezultat, pse nuk kërkojmë barazi domethënë nëse themi që shumica e deputetëve fjalat janë me shkuj dhe duhet të jenë përfaqësuar barabar, e para askush nuk të ndaloj që të kandidosh, nëse dikush ndalon kandidosh, po jam dakord. Po nuk të ndaloj të kandidosh dhe e dyta pse vë theksin vetëm aty, nëse do barazi përfaqësimi, kërko barazi përfaqësimi edhe ku diun për hekur kthysa, okay? Që janë 99.9% meshkuj, aty bëjmë të gjysmat gra. Qofse tu barazi në output. How dare you? But how dare you? Edhe a kupton, kjo është të jesh selektiv edhe të shkosh pastaj, kjo është unë e shikoj si përkthjelje goxha të madhe. Nuk e gjej të drejtë fare. Shiko, feminizmi që ka qenë në periudhën kur unë s'kisha lindur, që është fundi viteve 80-90, ka qenë, domethënë shtysa e fundit e shëndetshme e asaj lloj lëvizje për mendimin tim. Çdo lloj gjë më vonshme ishte thjesht e di si është kjo për mendimin tim, se unë kam qef paralelizmat edhe ndonjëherë më ankohen njerëz që thonë që plako nuk e kapën fare se çfarë kishte fjalë. Po që unë e provoj prap gjithsesi. E ke parasysh tani doli lufta në Kosovë për shembull, edhe është ajo batuta që thonë që vjen njerëzit në klub e thonë xhaja ime ka pasion UÇK. E ke parasysh edhe mundojnë të kapin gocat duke thënë që janë familje patrioti. Mendoj se njëjta gjë vlen edhe me to feminizmet që duan të jenë pjesë e diçka që ka qenë aq e bukur atëherë, edhe ka sjell aq ndryshime të mëdha, edhe duan të afiliohen po me të njëjtën gjë, edhe just make shit up, e kupton që thjesht nxjerr disa probleme vetëm që të marrësh të fitosh atë pozicion. Kjo për mendimin tim është lloje pisët, sepse ti po krijon, e dikush krijon armik ose probleme. Në Verogja, Hitleri,
Thënë po, po, domethënë jo domosdoshmërisht, mund të ketë patjetër që ka njerëz që e besojnë vërtet atë, ka njerëz që besojnë nuk edhe në këto, në pronouns ose po, kjo nuk do të thotë që pajtohemi ose që duhet themi po për çdo gjë. Që kështu, domethënë kjo më bezdis tek ky post-feminizëm, nëse mund ta quajmë kështu. Më bezdis Mua gjë më e madhe përveç këtyre Arian më bezdis i vetmi fakt që sa herë që një pjesë e mirë neutrale që unë e konsideroj veten të tillë për shembull, ose jo neutrale, po mesare, domethënë mundohemi të hapim të tilla tema. Edhe mundohen të japin lloj platforme, këto ta shikojnë ne nga syri jon, të nxjerrim një farë lloj debati, atakohesh më shumë akoma se sa ai që vrau 3 gra, e kupton? Është vërtet. Që është që po dalem ose nuk ka fshohet dora që të jep bukë, e kupton? Jo se unë po jap ndonjë gjë, se mua çfarë më shikojnë 200-300 veta, 400 veta. Ta kuptoj iden. E vërtet, po nëse dëgjoj, di ç'është puna, për sa kohë më përsipër ti dhe unë, domethënë të japësh opinion ose të dalësh domethënë në përvjeta, kjo është e pashmangshme, kjo është do marr parasysh në sekondin që mendon që bësh po themi një podcast ose të japësh një opinion ose të bësh një shkrim ose diçka. Është pjesë e gjës. Jo, nuk kam unë si bleon problem të, po thjesht të njerëz të tillë nuk e kuptojnë sa negativ dalin tek ai që do i dëgjoj, e kupton? Se këta të ndjekësit e mi kanë një sindrom të keq që nuk bëjnë komente, i çojnë DM, e kupton? Edhe se duan të jenë privat, po domethënë kanë komentuar disa herë negative, domethënë edhe thon ndonjëri thotë plako ti, fajin e ke veti që merresh me ato, më mirë ri edhe. Po unë kam dëshirë, unë do vazhdoj ta bëj, domethënë derisa mos kem më fuqi. E kuptoj. Gjë, domethënë sa më shumë platforma, aq më tepër një njerëz pa varur si ti që nuk ka asnjë lloj, nuk lidhet me interesa të caktuara, për mua absolutisht nderi bën publike, gjës publike në Shqipëri patjetër. Mund të inkurajoj shumë që të vazhdosh. Po, kështu domethënë feminizmi kjo më bezdis, nuk më të bezdisin të drejtat absolutisht, sepse më bezdis shtyrja për në nivele që janë jashtë normës. Domethënë, nga momenti që kërkojmë barazi në produkt, në rezultat, aty kemi filluar duke ja futur kohë për mendimin. Sepse dëgjoj, edhe si është ka fusha ku femrat dominojnë shumë mirë, më. Është krejt në rregull. Domethënë, sepse kur themi dominancë maskullore, tash duhet ta theksoj, lën mbrapa realitetin në Shqipëri. Unë nuk po them që meshkujt që vijnë ku diun nga Jamun ose ande nga Eti në ndonjë fshat dhe kanë një lloj kështu tendence për të shtyp gratë, i kanë të drejtë. Nuk kam lidhje me atë fare, po them në botën e perëndimore. Do të thënë kur flitet për dominancë maskullore, nuk ka, sepse ashtu se çka fusha ku burrat bëjnë më mirë, ashtu ka edhe fusha ku gratë bëjnë më mirë. Domethënë, kur kërkojmë barazi rezultate, a kërkojmë edhe barazi të burgosurve, fjala vjen që janë mbi 90% meshkuj? A kërkojmë edhe barazi në vetvrasje, tash po bëhen pak cinik. Në vetvrasje që janë shumica meshkuj ose nuk është shumë më komplekse gjëja. Cinizmi është art më vete, po është ajo video, nuk e di nëse të ka rënë rasti ta shikosh që qarkullon që janë të që bëjnë pyetje në rrugë, që pyesin femra edhe meshkuj, domethënë që do bëje një punë high profile në një zyrë të mirë pa lek, apo do paguhesh domethënë $70,000 në vit edhe të pastrojë puseta, domethënë. Meshkujt në predominancë diku tek 85-90% zgjedhin të bëjnë punën e pistë të marrin lekë për shembull, kurse femrat jo të gjitha, po diku te 92-93% domethënë zgjedhin atë punën e bukur me lule pa lekë. Edhe kjo është gjeneza e çdo lloj gjëje. Ktu fillon çdo gjë, fillon nga individi, se këta i fusin njerëzit në arka si qershie. I vendosin që ju jeni femra, bëni kështu, ju jeni femra. Jo, aty nis nga individi. Ajo që je ti si individ, çka kërkon ti, ajo do të bëj ty më vonë. Nuk ke asnjë lloj të drejtë ti si bleon, as se je shqiptar, as se je mashkull. Dëgjon, asnjë lloj gjëje, nuk kam rëndësi. Unë si individ nuk kam rëndësi. Çdo gjë që unë do ta marr vetë. Këtë nuk e kuptojnë ta njerëz. Vërtet. Kjo është, domethënë edhe
kur kërkojmë dominancë, duhet kemi shumë kujdes se ku kërkojmë dominancë, sepse ose për shembull edhe debatin për pay gapin që zhvillohet, domethënë për Shiko, ne jemi inxhiniera, nuk na takon të flasim për gjëra abstrakte. Po ne kemi opinionin ton, kush do ne dëgjon, kush s'do, se gjë ne nuk i detyrojmë gjë askujt. Domethënë, e beson ti pay gapin? Dëgjoj, pay gapi, unë nuk po them që nuk ekziston, patjetër që ekziston, është aty, po ndodh për shumë arsye dhe është shumë më komplekse se sa të thuash që ti je bashku dhe merr kaq, unë jam femër dhe marrim kaq, edhe të dy jemi inxhinier fjala vjen. Edhe unë marr më pak, është shumë më komplekse. Për faktin se meshkujt, domethënë, ti e din shumë mirë, një inxhinier burrë dhe një inxhinier e grua, inxhinieria e grua kryesisht bën punë zyre më shumë se sa punë terreni apo ja. Kjo është një. Vetëm punë. Po nëse ja po japim benefitin e dyshimit. Tjetra, ti si burr tenton, nuk po them që është gjithmonë e vërtetë, po flasim për të përgjithshmen, tenton të punosh më gjatë. Që rrjedh tenton të jesh më shumë produktiv. Edhe unë nuk po them që dikush mund të mos mendoj që okay, kjo është grua dhe do ta paguaj ku diun 5% më pak. Ndoshta edhe dikush e mendon. Unë thjesht jam duke thënë që faktor ka më shumë se sa të thuash t'ja vësh gishtin edhe ta bësh komplet simpliste gjën. Thuash që ekziston gapi edhe ky është automatikisht diskriminim. Ka edhe element tjerë që duhen marrë parasysh. Edhe njerë, nuk po e mohoj si që. Po që... Po, shifre, si e kuptoj unë, do t'jap dhe një shembull mbas kësaj. Nga shembull tejet personal. Unë e kuptoj pay gaping si që reklamoj këta është për të vetmin arsye, me të njëjtin input, me të njëjtin sasi pune, me të njëjtin performancë pune, paguash pak se je femër. Kjo nuk ekziston, sepse ne sapo e tham para një çerek ore që është e ekonomi të rregullt, çdo që dohet me lirë. Unë si blon, si me këto aftë. Po, merr gjitha gra, janë në rregull. Merr gjitha gra, vllai, edhe sikur 5% për kokë, di ç'a leku bën, e kupton. Shikoj një shembull nga jeta ime personale dhe të betohem për atë larg nëse të gënjej në një moment më të vogël. Përpara shumë kohësh, kur unë kam filluar punë te kjo firmë që jam tash, domethënë kemi pasur edhe një gocë që ishte po ashtu si unë studente. Ne kemi pasur në një cep të Berlinit, që ishte goxha larg, domethënë një kantier ndërtimi me 2, 4, 6, 8, 10, me 10 vila. Berlin, ftohti nuk bën më siç ka bërë ato fillimet e para, edhe qelloi një ditë që ra bor, ra 4 ditë resh bor, domethënë, edhe po ata vazhdonin sepse po bënin ca punë që nuk kishin lidhje me hedhje betoni, një ditë që nuk bëhet me por. Edhe duhet të ishte dikush. Tani ai që ishte i zoti, domethënë ose kryetari ose kryeinxhinieri në atë kantier për shembull, ai kishte Covid, edhe në ato kohë për shembull nuk lejohej. Atëherë ishin 2 persona me kapacitet. Personi i parë normalisht ishte ajo goca, normalisht ka prioritet gjithmonë. Personi i dytë ishte Bleoni. Përpara kësaj goca kishte gjatë gjithë kohës, domethënë nga që ne sa herë që mblidheshim për të ngrënë drekte zyra tregonim histori të kantierit për shembull, ajo ndi pak xheloze dhe kishte një 6 muaj që thoshte dua dhe unë. Dua të dalë në kantier. Po, ishte edhe Bleoni, domethënë që ku të më çojnë aty e vija domethënë, mbaroi punë, kthehesha, s'ka asnjë gjë. Okej. Normalisht duke pasur këto gjëra në mendje, shefi i drejtohet asaj të parës, që kështu, sonë dashur. Është gjermane, filanin e kemi gjermane. Filanin e kemi të sëmur, edhe nuk lejohet pavarësisht se Covidi, shpërndarja e tjerë, na duhet një person 2 ditë. Thjesht dorish atje, nëse ata kanë një pyetje. Dorish në kontenier plak, po konteneri ke parasysh ti është diku të 35 gradë, është për sauna. Mund të bësh kafe, çaj. Edhe domethënë kur ma ka treguar ai shefi atë, domethënë bisedën, unë thjesht jam traumatizuar. Edhe ajo pa e përtuar fare plako, e ka thënë thjesht është shumë ftohtë dhe kam frikë se mos rrshjas rrugës për atje. Tani unë sa jam kthyer nga Shqipëria Unë sa jam kthyer nga Shqipëria dhe unë kam zakonisht minimumi çdo herë tjetër ose nëse vetë 2 herë minimumi 1 nga këto herë do të sëmurem kur vi.
Po, për shkak të Unë kam vajtur atë ditë të enjte dhe të premte, ka qenë 2 ditë, s'ishte asnjë gjë e madhe, ka qenë 2 ditë. Unë kam vajtur, jam ulur për atë zot lart me 39 gradë temperaturë, duke pirë çaj, duke nxjerr gëlbaza atje, domethënë. Vetëm se nuk ja bëra der shefit, po ja bëra ndjenjë atij kolegu tjetër që ishte me Covid dhe nuk lëvizte sepse ishte e rëndësishme për atë që të kishte dikë atje për të marrë pyetje. E ke parasysh? Kalon kjo situata, edhe mbas një muaj, mbas kësaj normalisht mua më rrit rroga atëherë. Vajti sa isha nga 15 një 18 euro ora si student. E ke parasysh? Normalisht zyre vogël, nuk jemi shumë hecën. Muhabeti merr vesh kjo goca dhe I vete në zyrë shefi thotë që çfarë bën Bleonim shumë se mua dua dhe unë 18 euro. Qa ti thoj ai asaj për shembull, se ta kanë shefat kanë dhe frikë tash, nuk dinë çfarë të thonë, e kupton se çdo lloj gjëje që I thoshte ai ishte fakt, e kupton? Kjo është dëshmi, domethënë meshkujt punojnë më rrezikshëm, punojnë më gjatë, punojnë jashtë. Janë domethënë të gatshëm për të lëvizur, për thënë nëse ty të thotë dikush hajde në mënyrë se do marrësh 30% më shumë rrogë, ti shkon, a kupton? Edhe femrat tentojnë ta bëjnë më pak këtë gjë. Prandaj të them që problemi është më kompleks se aq, nuk është aq e thjeshtë pe gabi. Është sepse për mendimin tim ka më shumë në të përgjithshme, nuk përjashtë rastet, domethënë sepse të na thotë një që unë pa diskutim që ka goca ambicioze dhe që japin drejtime edhe absolutisht shumë mirë. Në rregull, nuk ka asnjë problemi. Rëndësi ka barazia në mundësi, kaq. Për sa kohë ke barazinë në mundësi, mos u anko nëse Bleoni del në borë, edhe ti s'del tash mbrapa nuk është normale ta ankohesh. Ose nëse normalisht me ne CEO-n e dytë, shefin e dytë e kemi femër domethënë dhe në bazë të projekteve, jo përqindje të firmës, në bazë të projekteve është personi më I paguar, edhe më I paguar se shefi, se shefi 1 kantier, 2 kantier e ka gjatë kohës, e kupton? Kurse ajo është kafsh për shkak, ka unë ato, I look up to her, e kupton? Ajo është, domethënë, një nga inxhinierët më perfekte që mund të kem parë ndonjëherë, është bish. Po një është ajo, nuk kam njohur unë një që t'i afrohet asaj. Kam 6 vite në këtë. Prandaj them, domethënë është në natyrën e tyre, nuk është problem domosdoshmërisht. Ka fusha të jetës që fermat bën shumë më mirë. Domethënë, ku diun, në shkenca sociale absolutisht që dominojnë, edhe është shumë mirë që dominojnë, në rregull, pse duhet kërkojmë ne tash barazi, ku diun, në psikolog ose në infermier? S'ka pse. Shiko, kjo është cherry picking plak, është vetëm ku intereson, e parasysh, edhe thonë jo, po janë to pozicione më dhaja, shefa gjëra, harrojnë fare që edhe nga ata që janë shefa që gjasë që kanë meshkuj, sa asnjë 1% e meshkujve janë. Vërtet është, nuk është se janë të gjithë meshkujt shefa, edhe kanë të gjithë varësat e tyre femra, e ke parasysh? Nuk kemi në atë. Vërtet, ka njerëz që janë kafsh pune dhe tentojnë domethënë gjë, meshkujt për nga natyra, për nga karakteri, tentojnë të jenë pak më disagreeable se sa femra. Domethënë, raporti mos gaboj është 60% me 40%, por kur e çon në ekstreme, shkon shumë më lart. Prandaj dhe meshkujt janë më shumë, ku diun, bën më shumë krime, janë më shumë burgosur për shkak se nga natyra e tyre janë më agresiv, janë më disagreeable. Dhe tani kur ti e merr 0.1% që janë meshkuj të super suksesshëm, kjo nuk pasqyron jetën e secilit, që atyre që janë shumicë, domethënë që kanë punë normale, që po diun bëjnë punë thjeshta dhe e të tjerë. Do të ta akuzosh dikë që punon, po diun 60 orë në javë në një kantier, ku diun mund të jetë, po diun kallupaxhi, po them. Ta akuzosh atë për dominancë. Me shembullin më mirë hekur kthyesi ishte, sa ti ta shohim prodhën një herë, sa mund ta bëjnë ato. Pikërisht. Ato duke marrë hekur. Ideja është ato rrogën që do e marrin atë ditë, do e lënë për të bërë thojnë prapë, se ajo lloj pune atë bën. Dhe kështu domethënë, duhet marrë parasysh natyra dhe nuk, për mendimin tim nuk kemi pse të japim zor në sensin që të dalim nga natyra vetëm për t'i dëshmuar, ku diun, njerëz gjini ne atyre ose ato neve që mund ta bëjmë edhe ne. Dikush është rahat me veten, nuk I merr këto gjëra si sfida. Unë një fjali kam për të thënë, ose një gjë kam për të thënë për gjithë feministët. Dikush është feminist, edhe unë kam thënë disa herë të tjera për ata që besdisin që se gjojnë për herë të disa, po feministë për mua është amaja ime plak, sepse është shembulli që ti përmendëm përpara. Se I ka bërë si këto gjërat e shtëpisë, gatime, përkujdesje, dhe ka punuar
Edhe ka punu gjatë gjithë kohës, edhe nuk ta ka munguar asnjëherë asnjë gjë. Ajo vllai, nëse do ekzistonte termi feminist, that's your competition. Nuk më nxirr mua Elvana Gjatën feministe, ti ku çfarë di Elvana Gjata? 1 2 3 puthe kotesh. Se vini nga puna dhe shtresh në atë përpara televizorit, përse se mund vinin bashkë për shembull, në të njëjtën kohë. Babai ushtrin aty shikonte lajmet orës 4 ose 5, mama ashtu e lodhur se çishte vinte bënte edhe darkën. Dhe mund të vinte edhe në lavatricën mbrapa. Është ja sinqerisht. Ose në një hekur në 10 e natës, hekuroste perdet ajo Lina ime për zotin e mbaj mend si sot, e kupton tash më tregoj mua tani jo, po nuk kam un karigen aq mirë sa Bleoni. Plako po me religionin çka kishe ti? Me religionin. Po këtë e kam këtu mendim personal, nuk unë e shikoj si shtypje komplet. Domethënë si nevojë që ka pasur shoqëria atëhershme kur ka ndalë fetë monoteiste për të krijuar një lloj rendje dhe për të krijuar një lloj të përbashkëta. Domethënë e di si e shikoj goxha thjesht. Pagan kanë qenë, përpara se të kanë qenë, përpara se të ishin monoteistë, kanë qenë pagan. Domethënë, ku diun, nuk shpjegon dot ku diun fenomenin e zjarrit, po thamon, zoti zjarrit. Është njëri që e din se si bëhet kjo punë. Ose shikon detin shumë i madh, nuk e kupton si mund të vinë rrymat e tjera, zoti i detit, ku diun, Poseidoni. Ose zot, domethënë siç kanë pas ndarë, domethënë për çdo fenomen kanë pas nga një zot. Edhe mos merr vetëm ngjarje fizike, merr edhe nuk shpjegojnë dot dashurinë. Po, kishte zot dashurie, kishte zot xhelozie, ke parasysh? Dhe domethënë monoteistët çfarë bën, thjesht e bashkuan, këto zotat i bashkuan. Ti s'është buna than këto, nuk janë 25 që thoni ju për çdo fenomen, por është njëri që i bën të gjitha. Kjo është e thënë në vijat trasha, edhe mund të jetë ngjarje ofenduese për dikë, po është opinioni im tash. Çfarë mendoj unë, nuk e kontrollon dot njëri. Nëse është ofenduese për dikën, atëherë po e bën efektin, kështu që djeti. Kurse nga ana sidomos Islami, unë personalisht kam mbaruar medresen e Tiranës. Edhe unë jam rritur edhe nga familja, edhe nga shkolla, me religion, edhe kam qenë goxha i futur. Demi që shikoj nuk e shikoj domosdoshmërisht me kristianizmin, më shumë se sa me Islam. Islami merr përsipër të tregoj, si ti thosh, çdo fazë, çdo moment të jetës. Domethënë, Kurani është libër që merr përsipër të tregoj, të mësoj gjithçka. Ti nuk ka nevojë, domethënë, të mësosh asgjë vetë. Kurani për çdo situatë ka një, domethënë Kurani, Islami në përgjithësi, se ka dhe burime të tjera, merr përsipër të të mësoj gjithçka, dhe kjo më bezdis, domethënë. Për faktin se thash, unë kam edhe pak personale, kam jetuar vetë, kam besuar vetë shumë sinqerisht deri ku diu 22, 3, 4 vjeç. Që dal nga dalë, din duke ngrit më shumë pikë pyetje. Sot mendoj që është një gënjeshtër e madhe dhe është një mënyrë për të mbajtur njerëzit në presion. Domethënë duhet marrim parasysh edhe kontekstin se kur ka lindur. Fise, është edhe unë diçka nuk e ndaj me ty të kjo pjesa, domethënë pjesën e nevojës për të shpjeguar sepse jo, këtu jemi në anë të kundërt. Unë besoj faktin që atëre kur ka lind normalisht janë të mbaste jo komplet, po në një pjesë të mirë janë të vjetërsuara, e kupton? Miku im Dario, që e përshëndesim, do thoshte që ke gabim, thjesht nuk duhet ta interpretosh, kjo mund të jetë, unë nuk kam atë lloj aftësie, nuk e kam lexuar të gjithë. Edhe atë më shumë se sa kjo mënyra e shpjegimit është se unë besoj që njeriu ka nevojë të besojë, ka nevojë, një nga nevojat më humane, mendoj se është nevojë shumë herë më e madhe se sa seksi, dashuria e tjera, është nevoja të besosh për diçka, edhe mendoj që nëse nuk beson, nuk e di se si e me Zotin, e kupton? Unë ndaj Zoti nuk është domosdoshmërisht i lidhur
Domethënë, gjë, unë nuk di të them ekziston ose jo Zoti, nuk di ta them edhe nuk marr përstipër Jo qa beson. opinion. Jo, domethënë, e di si them, nëse ekziston, është e sigurt që nuk arrihet kështu siç pretendon kristianizmi ose jeduizmi ose islami. Kjo Jo ti është vetë sigurt. beson apo jo domethënë. Domethënë, unë nuk di të them nëse ka ose nuk ka. Domethënë, nuk them dot që s'ka, nuk them dot as që ka. Po shiko pra, kjo është ndryshimi, po ta dije nuk do ishte besim, prandaj quhet besim, sepse ti nuk e di. Okej, dakord. Por tash një zot që merr përsipër të thotë që do jetosh kështu, do falesh 5 herë në ditë edhe ku diun do bësh XYZ. Vështrimi kritik, skepticizmi nga ana inxhinerike, pastaj se ne jemi në një qikratës më vete, dhe ne besoj që profesioni që robi zgjedh, sidomos kur e bën me dëshirë, definon njeriu në një pjesë shumë të madhe në jetën e vet. Aty pastaj është vështrimi kritik që duhet të kesh aftësinë. Çështja është që nuk ka asnjë provë kohësh që ta dësh që cila të ka thënë Zoti dhe cila të ka thënë njeriu. Pikërisht, domethënë, Shiko, primaret Arian, unë dua të bëj shumë polemik te kjo, po primaret nuk jo, jam shumë i lumtur të diskutojmë shumë gjatë. Dashuria tani mos të vrasësh, mos të bësh, mos të kështu, këto janë gjëra që vërtet do thoshe ti që përbëjnë natyrën e mirë humane, po aftësia që ne kemi që të ndajmë të mirën nga e keqja nuk është humane. Normal, unë besoj që kjo është mbi humane. Jo fetare. Do ta ndajmë jo fetare. Kjo është mbi humane, kjo është e Zotit, kjo është e Perëndisë apo vëre emrin çfarë duash. Universit. Ka ca njerëz që besojnë në universin, e kupton? Domethënë, kur thua si është mbi humane domethënë si është mbi humane, sepse domethënë, nëse po e ke fjalën për cilësitë e mira që kemi, këtë dhëmshurinë ose dashurinë, apo jo. U edhe të këqijat po. Po, domethënë si të çon kjo tek Zoti. Domethënë këtë nuk e kuptoj. Po pra si e di një njeri se çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Në qoftë se ne vërtet do bënim gjitha me mbijetesën etj. Domethënë, kjo 1, gjeneza 2. E kupton, janë disa gjëra që thjesht nuk kanë çdo gjë, gjeneza jote, gjeneza ime, gjeneza e humanizmit, gjeneza e njerëzimit, gjeneza e tokës. Domethënë, nëse flasim për shpejtje. Po bien poshtë, Big Bangu ra poshtë teori. Tani do po bien poshtë këto për shembull. Ra pra nuk është Big Bangu ashtu që kemi mësuar në shkollë, për shembull nuk është më i saktë për momentin, nuk është absolutisht. Gjë, nuk është i provuar, por është teoria më e pranuar, domethënë në komunitetin e astrofizikantëve. Nuk po them, unë artikullin e fundit që kam lexuar nga këto ishte që Big Bangu me këtë përplasjen, domethënë, me shpërtimin, është i pamundur. Matematikisht ose kështu fizikisht domethënë. Ndoshta, domethënë ka gjithmonë pros and cons, nuk marr përsipër unë domethënë të kemi ndaj juaj diskutim. Patjetër. Gjë, unë jam shumë i lumtur ta diskutoj këtë, dhe mos mendoj që mund të më ofendosh në asnjë momenti. Jam shumë i lumtur ta diskutojmë sa gjatë kesh dëshirë. Okay, sigurisht. Se kjo është e rëndësishme se unë nuk do të absolut, e di. Unë jam shumë i lumtur dhe i hapur të diskutoj tema të tilla. Domethënë, çfarë has në përgjithësi kur hap kështu dhe diskutimi është një lloj intolerancë e lartë nga ana e ishte ngjashmëve të mi e fetarëve, po që unë domethënë sepse e konsiderojnë direkt emurrëtie, pa ta shpërndar një post para ca kohësh, më lidh para 2 muaj diçka tillë. Te Lolita dhe aty kishte ca jete të veçuara për dominancën maskullore, sepse në Islam predikohet kjo që gruaja duhet të jetë nështruar tek burri, mund të marrë më shumë se burri merr më shumë se një grua, mund edhe të rrihet në ajet. Edhe ata që mendonin kundër, shumica thonin që të shpungetia, kupton të shpungetia se çfarë bëhet në Islam. Domethënë, nuk merr njëri me argumentin, po thonin që po dion, sa do ta urresh ti, Islami do fitoj. Okej, mirë, do fitoj, dakor, le të fitoj, po që unë dhash një point of view, kaq ishte, nuk është edhe e marrin shumë personale, edhe shumë faj nuk u bë shumë faj për faktin se e kanë pjesë të identitetit, edhe e kanë pjesë të tyre, domethënë është përkatësia ajo. Është ku diun është shumë e vështirë për të ndarë, domethënë
Unë po mendoj që për momentin të gjeja një mesazh se do ta citoja, po nuk kem pas kam në mendje personin e gabuar që ma ka dërguar, kështu që sa ta gjej po ta parafrazoj, edhe mbas do jetë 100% ashtu siç më ka thënë. Problematika me këto gjëra është se këto ahedet më duket nuk janë e njëjta gjë me këto surje, domethënë këto shpalljet direkte janë dy kategoriat, janë shpalljet direkte dhe janë po, domethënë janë ajetet që janë pjesë e Kuranit, çfarë shikon në Kur'an, Kurani është i përbërë nga ajetet, ka dhe hadithe që janë thënie të Muhamedit dhe që ato han ose nuk kanë diskutim për shkak se nga koha kur pretendohet që Muhamedi i ka thënë deri në kohën kur ata janë dokumentuar, ka një zinxhir njerëzish 2, 3, 4 breza në disa raste, edhe që diskutohet e ka thënë fiks kështu apo jo, domethënë sepse ka raste edhe që për të njëjtin hadith mund të ketë 2 ose 3 lloj versionesh, ose ndoshta edhe më shumë. Prandaj në përgjithësi hadithet merren me rezervë. Domethënë ka dhe hadithe që janë shkruar shpejt dhe që quhen hadithe të sakta, dhe që ato merren si referencë nga gjithë komuniteti i atyre që merren me studimin e Islam. Ka dhe hadithe të dobta quhen, domethënë që ka një zinxhir goxha të gjatë njerëzish që ku nga brezin brez ose nga njeriu në njeri mund të ketë lëviz fjala dhe që nuk merren 100% për bazë. Po që ajetet janë ato që janë dhe askush nuk i diskuton. Po. Edhe këto që kishte marrë ti ishin ajetet. Ajet e Kuranit. Po, mos se ta gjej prapër. Jo, nuk e kam si më të shiko, unë për këtë temë eksplicite me dëshirën tënde gjithmonë do të ftoja përsëri me atë mikun tim, të sa i është neo-tradicionalist, domethënë siç e përshkruan ai veten dhe është besimtar musliman. Po, me gjithë qef, nuk po dëgjoj, unë të thash, domethënë në përgjithësi e kanë të vështirë diskutimin me ta sepse e di se shpuna, feja në përgjithësi religioni nuk i drejtohet anës racionalet njerëzit, i drejtohet shpirtit, i drejtohet emocionit. Si ai nuk e njohur plak, ai është stand-up comedian, edhe ai ka thënë nëse ka person më të urryer nga muslimanët në Shqipëri, mund pastaj vin tjetër. Okay, stand-up comedian ndoshta edhe kam dëgjuar, nuk e kam. Është një nga karakteret më interesantë që un kam njohur kështu online, pa frikë, domethënë hyn në top 10 pa frikë fare. Me gjithë që nuk ka si por ta lidhim pak sepse unë nuk dua të ezauroj pavarësisht se nuk e besoj se mund të ezauroj ndonjëherë, domethënë, duke lidhur me aktualitetin, si të duket aktualiteti fetar në Shqipëri për momentin plak? Jam i lumtur të them që të rinjt në përgjithësi nuk çajnë kokë shumë për religion, edhe shumë mirë bën. Domethënë një TEDx para ca kohësh, dhe tipi domethënë shkonte matematikisht drejt domethënë me dhëna matematikore që ka një relacion të drejtë mes sa të zhdrejt, sa i zhvilluar është një vend dhe sa më i zhvilluar të jetë aq më pak interes ka për religion. Është relacion i drejtë, domethënë që në shoqëritë perëndimore ndodh. Sa më shumë i zhvillim dhe progres dhe arsim ka, aq më pak ka njerëz që shkojnë drejt religionit. Domethënë ti beson që sa më i arsimuar të jetë një vend, nuk ka më nevojë për fen. Nuk ka nevojë, nuk është që nevojë. Tash njerëzit tentojnë të mos shkojnë aty, domethënë njerëzit sa më shumë arsimohen dhe sa më shumë shikojnë, aq më shumë kuptojnë që është thjesht një gjë dogmatike që ka lindur para ca shekujsh dhe që është e destinuar të mbarojë dikur për mendimin tim. Domethënë, e di si ka lindur. Unë kam shumë për zemër, nuk e mbaj dot. Domethënë se dalim nga tangente, po thash më mbaj në shina. Jo, jepi. Sot ne si njerëz i friksohemi shtetit për të mos bërë krime, për të mos për të mos krijuar kaos edhe anarki, friksohemi shtetit. Domethënë ne nuk vjedhim për shkak se dënohemi, ose nuk vrasim për shkak se kalojmë pjesën e mbetur tjetër në burg. Domethënë e thënë në vija trash. Domethënë krimi sot të kundërtën e saj, domethënë parandalohet, nuk parandalohet, por që kërcënohet me burg ose me gjoba ose me çfarë tjetër.
atëherë nuk kemi pas shtetet mirë fillta. Dhe religioni ka bërë fiks këtë gjë. Domethënë ka bërë domethënë nëse një komunitet i gjerë njerëzish beson që ku diun në mesherja për shembull nëse vjet të pritet dora. Edhe ka frikë atë ajo se edhe nëse nuk të shikon askush, të shikon Zoti dhe shkon ferm. Kupton? Kjo krijon një lloj rendi, domethënë nëse një komunitet i gjerë njerëzish e besojnë, këtë krijon një lloj rendi. Dhe këtë ka bërë Muhamedi, mbrapa dhe pas vdekjes, domethënë njerëzit që e kanë pasuar kanë trashëguar një shtet më njëherë pas tij. Domethënë nga fiset që kanë qenë, janë organizuar më vonë sepse është zgjeruar, kanë pushtuar dhe kanë lënë shtet më vonë. Edhe nuk është rasti kjo. Shiko, një gjë që unë shikoj zakonisht shumë pozitive tek besimi, edhe parafrazoj besimi, jo me pa qëllim, është se unë besoj se besimi është më efikas për sa i përket preventimit se sa ligji. Po pra, sepse ndjell frikë apo ja. Jo vetëm se, po shiko, këto mortal sins, domethënë nuk është ajo vajtja në ferr është pasoj. Mësimet kur zbriten, domethënë kur parafrazon ose kur parashtrohen këto domethënë thotë që nuk duhet të vjetë. Po, sepse është gabim, domethënë pastaj është jam shumë dakord. Edhe për shumë më vonë pastaj jepen këto, domethënë jo dënime gjëra, domethënë nuk është se është direkt që vodhe fair. Këtë nuk është se i ke direkt siç i ka ligji. Ligji e ka buçur, ligji e ka copa vëlla, e kupton? Edhe ne e dim shumë mirë, kupton, nuk e di se si është situata aty, po e duket që unë jam i bindur tashmë në këtë periudhë që kaq volatile sa ne jetojmë në vendet perëndimore që mungesa e besimit e ka shkatruar perëndimin sepse në emër të lirisë, në emër të qenit më të lirë, edhe më të pavarur edhe për mos të pasur frikë, në vend që ne të mundoheshim të përshtateshim ose të përshtatnim atë siç na duhej, ne i hoqëm vijën. Se të gjitha, e ke parasysh që kanë gjithë që thonë, kanë shumë qef njerëzit të citojnë Nietzschen që Zoti vdiq. Po nuk e thonë gjithë që Zoti vdiq dhe e vram ne. Nuk është se vdiq vetë. Tani, çështja është Leon që edhe ja se do të dalë diku që problemi është se kjo shkon në dy vija. Se ne thoni ne jemi bërë në pasyrën e Zotit, po nëse ne jemi bërë sipas Zotit, edhe Zoti është bërë sipas nesh atëherë. Do të thonë nëse ne jemi pjesë e Zotit, atëherë edhe Zoti është pjesa jonë. Kështu që edhe ti diku në brendësinë tënde je një Zot. Kështu që kjo të jep një farë lloje përgjegjësie, e kupton? Ligji i ty nuk të jep përgjegjësi pa ndëshkim. Kurse feja, domethënë, ose besimi më saktë, të jep një lloj përgjegjësie pa ndëshkim që janë këto. Përveç mëkateve të jep që je kështu, je i mirë. Domethënë në Islam, me sa di unë, duket se Dario ma ka thënë këtë që fëmijët kur lindin, domethënë lindin vërtet, domethënë me lindin të pastër e tjerë, edhe ne. Kështu kemi gjithkohës edhe feja është që gjithë ato mirësinë që kemi pasur nga gjeneza, nga Adami apo Ademi, si i thon, etj, domethënë. Kjo lloj feje ose edhe kristianizmi apo etj, domethënë thjesht mundohet të fusi prapë në të njëjtën rrugë që ti. Tani, ti thua që janë përdorur politikisht etj, po diskutohet më plak se nëse feja është humane, atëherë një gjë që kanë dëshirë humanët është pushteti. Kështu që normalisht si çdo lloj gjëje tjetër, domethënë çdo lloj mjeti i mundshëm që mund të përdoret pushtet, do përdoret. Siç përdorej çokoladat nga ushtarët amerikanë kur sparkuan në Francë e Gjermani. Çfarë mundon sot perëndimit që ka më pak religjon? Domethënë e para religioni nuk është larguar me dhunë nga perëndimi. Empatia. Po jo domosdoshmërisht. Empatia në një shkallë drastike plakon. Është domethënë kjo është e shef gjithkund, e kupton? Në Shqipëri për shembull ne kemi një farë lloj racizmi, kemi një farë lloj denigrimi, domethënë e ke parasysh, po ne jemi empatik.
do thoshte që mund të më jemi ignorant, po jemi empatik se kemi një farë lloj komuniteti, kemi një farë lloj besimi pasiv në Zot. E kupton, shqiptarët besojnë në Zot në disproporcion. Shumë më shumë besojnë në Zot se sa ata që besojnë në fe. Po, patjetër, po. Edhe ajo ideja e të qenit i mirë vjen sepse ligji nuk të thotë je njeri i mirë. Nuk po flasim se ne përqendrohemi gjithmonë te e keqja, te mëkatet. Ligji këtë e ka ndarë. Pikërisht pra, që është nga po sepse është e thjeshtë të gjesh të zezat e fesë, domethënë se është e vjetër e tjerë, po duket shumë e vështirë njerëzve që të thonë të mirat që ka feja. Është komuniteti, sot lën lesh njerëzit të venë për terapi, atëherë shkonin te hoxha e te prifti. Mirë, tani janë të shitur, e kuptoj se shumica vjen jo me Erdoganin, jo me Lenin, ata të tjerë. Me Janullatosin, po që shisnin ato, nuk besoj që ndodh sot, po i shisnin ato. Një periudhë e shkurtër ka qenë ajo. Po sa vite ka zgjatur inteligjenca për 5 vite, 10 vite. Dgjoj, po mirë, përpara se të ndajë feja nga shteti, kisha mblidhte, domethënë të paktën në Europë mblidhte 1/10 e gjithçkaje. Ka qenë pushtet, ka qenë fuqi shumë e madhe. Kurse ty tani të merr shtetit 40% pa kishën brenda. Patjetër, po ka një lloj llogaridhënie, domethënë teorikisht paktën, se okay, po ti marrim rastet një nga një, patjetër që gjejmë abuzime. Po që feja thoshte të këto do japësh për Zotin edhe mbaronte filmin, kurse domethënë sot ka, okay, dihet, buxheti është mbledhur, kaq janë investime, kaq janë rroga, Dhe thën këtë, domethënë, okay, mirë, mund të ketë një lloj. Unë ta kuptoj edhe këtë, mungesën e empatisë që kanë në Perëndim, por kjo është aty ku natyra njerëzore shkon vet. Nuk është që e ka përzën njëri. Po pse s'po shkon pra? Shkon vet pra tek egoizmi, njeriu nga natyra është egoist. Po jam duke thënë që unë besoj se njeriu nga natyra s'është egoist, është i mirë. Jo, ka cilësi të mira, po është egoist për nga natyra. Tashi, kjo nuk do të thotë që nuk ka cilësi të mira të tjera, Po ti po thua për narcisizmin. Jo, narcisizmi. Egoizmi drejt. Narcisizmi është domethënë egoizmi në ekstrem. Egoizmi nuk është detyrimisht i keq, pastaj, e kupton. Po pikërisht pra, dhe thën këtë, domethënë aty ku shoqëria perëndimore është sot, është sepse aty ka rrjedhur vetë, si më thënë, ta kanë fjalën që besimi nuk e ka përzën njëri me zor, domethënë se nuk e ka ndaluar njëri, më kupton. Kush ka dëshirë shkon. Edhe në kishë, edhe në xhami, edhe kudo. Më kupton çfarë them? E ka përzën shkolla e mendimit, e ka përzën lufta, shiko, me Islamin kjo s'ka ndodhur akoma, po katolicizmi ti është hapur një luftë drejt për drejt, domethënë, edhe që po le të themi është në fundin e vet. Domethënë edhe që shpresojmë mbase ka në një rilindje se ajo duke thënë që luftohet evangjelike. Luftohet religioni, luftohet katolicizmi ose kristianizmi në përgjithësi. Luftohet Zoti, po luftohet katolicizmi, sepse katolicizmi, krishterimi perëndimor, le të themi se kështu duhet të parafrazuar sakt, luftohet sepse shiko, është vetmja fe që është predominante në vendet perëndimore dhe vendet perëndimore janë të vetmit vende që lejojnë atë lloj debati. Edhe me qenë se është si ajo, e kështu që dora që të ushqen e ka fshon, se ne harrojmë gjitha këto, gjitha ato gjëra që ne dimë sot e kësaj dite kanë ardhur nga kisha. Ose nga xhamit andej apo në tjetër. Pasur një lloj sepse kanë pasur dashamirësie, monopol të dijes. Apo jo. Pikërisht. Monopol të dijes, por nuk e kanë pasur gjeneza e monopolit të dijes, nuk ka qenë për faktin se dija ishte e të gjithëve dhe e morën ta, ka qenë se nëpërmjet fonte u subvencionuan kisha dhe xhamia që në mënyrë apo në një tjetër të bënin eksperimente, të investonin. Unë thjesht, shiko, thelbi gjithë argumentit tim në pjesën e religionit, unë nuk e shikoj të vështirë që të marrësh gjërat e mira që ushtron feja. Unë nuk mendoj se feja është negative, e kupton? Thjesht njerëzit janë negativ. E kupton? Është si debati me armët, e kupton? Është si debati me çdo lloj që jam shumë dakord. Ne mundohemi, edhe kjo një lloj besimi është, kjo antiteizmi është një lloj besimi që thua që feja i bën gjithë ato, feja jo plako. Përgjithësia është jo. Dakor, po patjetër, individi, po patjetër, me individ të mirë, çdo lloj kështu të marrësh në rregull. Po çështja është këtu. Më iku. Po, e zgjata shumë. Tani cilësitë e mira të fesë, që domethënë ti po thua jeta në komunitet ose edhe mëshiria ose këto, aty e shikon të mirën apo jo. Ku? Sepse këto janë
thjesht 2-3, kam shumë. E dikush çfarë mendoj unë, domethënë, nuk ka nevojë të kesh një zot në kokë ose dikë që të rrin në kokë, një kishë ose një xhami në kokë për të pas dhëmshuri ose për të pas dashuri për tjetrin ose për dhëmshuri për të bakën e tjerë, më kupton? Këtë jam duke thënë. Një gjë do ta kesh në kokë, o Arjan. Unë e kuptoj shumë mirë të thua ti, po diçka do ta kesh në kokë. Diçka. Po nëse se jemi njerëz, pa diçka në kokë është e pamundur, kupton? Ne e kemi të pamundur, humanët e kanë të pamundur mos të kenë diçka në kokë. Nëse ti nuk beson në një Zot që është është si për te, atëherë Zoti jot është ego jote. Jo, domosdoshmërisht, dëgjoj, dikë që është ateist ose dikë që është agnostik ose kështu, nuk domethënë nuk bëhet i keq kështu, by definition, by proxy ai. Nuk e gjej fare. Jo, nuk e diskutoj ato. Më falni nëse ke kuptuar ashtu, nuk e diskutoj fare atë. Nuk dëgjoj, jam shumë larg të qeni të ofenduar, mos. Jo, dëgjuese, që mos që të kuptojnë në fillin e argumentit. Po, të kuptoj. Jo, ta kam fjalën që njeriu mund të besojë, domethënë mund t'ia dojë të mirën tjetrit, mund po diun, të mëshirojë të vjetrit e të tjerë, edhe pa besuar në Zotin, nuk domethënë, nëse e di se është puna, nëse ti ke nevojë për një Zot për të qenë i mirë, kam frikë se nuk je i mirë, nuk e di, e ka thënë dikush këtë, po nuk e kupton si ide besoj. E them pse do duhet je i mirë, po thjesht nuk e di dhe do të duhet një çelës për ta hapur atë. Po, të duhet një Zot që të kërcon me ferr. Jo, të duhet edhe një Zot që të thojë që po, kjo gjë që po bën ti është e mirë. Po, dëgjoj. Edhe kështu do të vazhdosh. Tani Zotin të thash, Zoti nuk e ka shfaq një herë vetën, domethënë Zoti thjesht dikush e beson dhe dikush jo. Edhe për mua Zoti është meshkujt e femrës, po, mbaroj. Urdhra? Po, jo, s'ka gjë. Jo, mbaroj. Jo, po thosha një shembull që më kam qejf unë shpesh ta marr është meshkujt e moshës sonë. Po. Tani, meshkujt e për kur e moshës sonë. Po, okay. Unë jam 27, ti je 30, aty jemi. E vërtetë është kjo shpejtësia e jetës dhe mënyra e pa me pa që s'kan qëllim në jetë, domethënë e tjerë. Tani, nëse ti do marrësh mëse se ti je i njohur mirë me figurën e Jordan Peterson. Po, patjetër, po. Edhe i ka pasur ato të para që ka shpjeguar Biblën e tjerë që janë fantastike, që ta shpjegojnë vërtet, domethënë jo me arinje dhe me kështu si është, ajo është histori, po ta shpjegojnë që vërtet çfarë është mesazhi i saj. Tani në një lloj situate ku meshkujt janë vetëm sa dashnore ke ti, sa dashnore ka, sa lek bere ti, sa shpejt i bere lek ti, kush e ka makinën më të mirë, edhe përfundoj nga 45 vjeç, 50 vjeç vetëm ose me fëmijë ose të ndarë etj etj. Këta meshkujt i duhet Zoti dhe Zoti është ai që të thotë që kënaqësinë e gjen tek mua dhe se te vetja. Nëse ti beson që pjesë e Zotit, atëherë automatikisht beson që kënaqësinë e gjen tek vetja. Edhe nuk ke nevojë as të kalosh narkotik, as të abuzosh, as të bësh agresiv, as të biesh një qaf, sepse kjo është problemi më që ndodh, sidomos me këtë islamin, se po i biem me çekan shumë, po që ky është problemi që këta tipat që thonë që vënë dhunojnë gruan, domethënë, vetëm gruan dhunojnë edhe përdorin këtë, se janë njerëz të keq nga natyra. Nuk e bëjnë se janë musliman, se e marrin thjesht atë që i duhet. E ke parasysh të thoshin po jo, po se është te kjo gjëja dhe unë për këtë arsye po e bëj. Po harrojnë që ka edhe 101 gjëra të tjera, për shembull, që këtyre meshkujve sot nuk do i pëlqente fare. Që është një nga ato që kam një gjë që kam dëgjuar, ishte fantastike fare, ishte një orë që shpjegonte që femra për shembull nuk duhet unë se dija që ekzistonte kjo gjë. Jo, seriozisht nuk e një fjasi si fenomen ose si gjë, domethënë që femra thoshte kur martoni, femra mund të ketë kapitalin e vet, po ti si mashkull nuk mund ta përdorësh. E ke parasysh? Unë këto nuk e dija. Kjo është fantastike. Thoja meshkujve këtyre sot, i kanë zari plako. Sa meshkuj kam njohur unë që lidhen me dashura, ku dëgjon deputeti apo u leshi preshi biznesmeni, vetëm që të përfitojnë. Jam bërë më të përshtirë se sa janë bërë më të përshtirë se sa ato që shajnë. E ke parasysh se këta të njëjtit shkërdhata janë ata që kur del njëra që prodhonohet thonë kishte fajin ajo, të njëjtit tëra janë që kur del njëra që bëhet të suksesshme thotë ishte kurv, ishte kështu, ishte ashtu. Edhe të njëjtit janë edhe prapë persona që bëjnë të tilla gjëra, e kupton? Edhe këta nuk e kanë nga feja.
nga mendja vet, po që dëgjoj që Islami predikon një lloj dominancë maskullore është për mendimin tim është fakt. Edhe nga kjo duhet nuk e diskutohet. Edhe kjo domethënë në vetë absolutisht që nuk është pozitive. Domethënë sepse Kurani pretendon të jetë mesazh universal, mesazh domethënë po ti pyesësh muslimanët ose edhe ata që studiosit thonë që është mesazh i pakufizuar në kohë dhe në hapësirë, është për të gjithë dhe për gjithmonë. Edhe kjo dhe predominanca është problematike. Po shiko, në filozofi unë mendoj se është gabim. Në implementim është gabim, sepse për shembull që mund të rrihet edhe të tjerat për shembull mund të shikoj, më duken implementime, kupton që thotë që ndodh kjo, mund ta bësh këtë se je i arsyetueshëm, apo jo. Kurse dominancën në përgjithësi, dominancën universale, po edhe feministat edhe thonë që meshkujt janë dominantë. Po, atë diskutuam që nuk jemi dakord. Ne jemi barazi mundësish. Pikë. Pikërisht. Ne kjo është diskutim shumë i gjerë, është. Mund të rrim gjithë natën. Është diskutim shumë i gjerë, nuk do të mbaj gjithë natën sepse edhe unë jam me 5 orë gjumë dhe nesër jam për të zgjuar prapë në 5, po dua ku e lash. Po dhe dominante. Shiko, ka një lloj ndryshimi biologjik, gjenetik, universal, nuk e di unë me meshkujt dhe femrat, kjo është fakt. Po patjetër. Siç e përmendëm çfarë se janë dominantë, sa janë dominant atje. Unë si Bleon e kam teorinë time, nuk ka thënë njëri dhe jam shumë krenar për të gjë. Unë si Bleon mendoj që femrat janë më humane se sa meshkujt. Ose e thënë ndryshe, ne jemi një çik më kafshë sa femrat. Unë kështu mendoj. Në marrëdhënie njerëzore, po femrat bën më mirë në të përgjithshmen e tyre, është vërtet. There you go. Kështu që femrat zotëron dominancën në atë pikë. Të gjitha fet e njohin në mënyrë aktive apo pasive dominancën e femrës në familje. Nuk diskutohet fare, se edhe shembulli, do të thënë femra është tjetër gjë në fe dhe tjetër gjë se si implementohet. Edhe normalisht njeh automatikisht pastaj, por normalisht aty ti ke të drejtë me zë më të lartë edhe e shpallur më fuqishëm dominancën e mashkullit në botën jashtë shtëpisë. Ideja është që hajde ti shpallin në mënyrë të barabartë të dyja dominancat, sepse nuk është se njëra ka më pak vlerë se sa tjetra, unë mendoj që të dyja njësisht të vlefshme. Edhe sa më parë tani si njerëz, si meshkuj femra të arrijmë konsensusin dhe të fokusohemi tek pikat tona të forta, aq më mirë do e kalojmë njëri tjetrin. I zgjidhem atë mirë si jemi kështu. Jo, unë të them, jep fjalën përpara njerëzve që do më vish prapë për të parë. Kam ide fantastike. Kam shumë për zemër. Dhe me gjithë qef diskutojmë sa herë duash. Diçka që të ngeli në mendje, diçka për të thënë, mesazh për mbyllës? Ja, nuk e di, unë nuk kam shumë, do të them tash një orë gjysmë shumë, por nuk çeka se më lësh më shpejt. Edhe. Jo, kjo do të thënë, unë për vetëm i fakt që po ja përmbyllje sepse tani që ne regjistrojmë mirës është ora 11:30 tek unë dhe unë jam për të çuar në 4:30. Se kështu ka jeta. Faleminderit që na dëgjuat, ju e dini, like. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, njerëz juve bëni like, koment, ku dëgjon, bëni replika, bëmë të dëgua DM, nëse kundërshtohemi me mua ose me Arianin. Unë di që shumica do jetë me Arianin, sidomos për të pjesën e dytë. Po komentoni, le të bëjmë një debat së bashku, ndizni dhe njoftimet, shikoni ku bën me space-at dhe bëni pjesë, provoni dhe juve, ato ide që keni në kokë thuajini se është shumë herë më ndryshe se kur I mendon në veten dhe kur I thua me zë të lartë. Aq më keq kur I shkruan pastaj, kështu që bëuni pjesë të debatit, neve mirëpresim çdo, të paktën gjithë secilin që ka disa norma civile le të themi, e kupton. Të kuptohet se çfarë do të thotë kjo. Arian, unë të falenderoj shumë edhe mezi pres të shifemi dhe të dëgjohemi herën tjetër. Deri atëherë ja kalosh mirë. Mos e mbyll. Mos e mbyll.